Rusia ka reaguar pas bisedimeve në Arabinë Saudite, ku Ukraina pranoi një anëpushim 30 ditor të propozuar nga administrata amerikane. Kremlini ka kërkuar më shumë informacion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbi rezultatet e negociatave me Kievin, përpara se të vendosë nëse do të pranojë apo jo këtë marrëveshje. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov u tha gazetarëve se nuk përjashtohet mundësia një bisede telefonike mes presidentëve Vladimir Putin dhe Donald Trump, nëse një gjë e tillë do të konsiderohej e nevojshme. Presim që sekretari i Shtetit Marco Rubio dhe këshilltari për sigurinë kombëtare Michael Waltz të na informojnë në ditët në vijim mbi kompromiset e arritura gjatë negociatave, deklaroi Peskov. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov deklaroi se Moska nuk do të pranojë asnjë kompromis që mund të rrezikojë sigurinë e Rusisë. Pse duhet të pajtohemi me një forcë paqëruese të përbërë nga vende që na kanë shpallur armik? Tërgjegjja jonë është e pastër, u shpreh Lavrov në një intervistë. Ndërkohë, burime nga Rusia të cituara nga agjencia e lajmeve Reuters raportojnë se presidenti Putin nuk ka gjasa të pranojë propozimin e SBA-s për një anëpushim të përkohshëm. Sipas zyrtarëve rus, çdo marrëveshje duhet të marrë parasysh përparimet ruse në fushën e betejës dhe të adresojë shqetësime strategjike të Moskës. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio pas bisedimeve theksoi se topi është në fushën e rusëve dhe tani pritet vendimi i Kremlinit. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e cilësoi këtë propozim si një hap pozitiv, duke lënë të hapur mundësinë për hapa të mëtejshëm drejt një zgjidhjeje diplomatike.